Tani, pastrim parave nga vjen. Nga tjetërsimi pronave, nga aktiviteti palishëm, pra nga përfshira në narkotrafik, në korruptim të zyrtarëve, përfitimi i tendrave, sepse disa nga këta janë dhe të çështja balluku, janë thirrur, po, për të dhënë deklarim, disa nga këta ndërtuesit. Sepse ka marrë lote të unazës madhe, ka marrë tendra publik, thash, nuk janë kompani që janë krijuar sot. Ka një historik, ka 3 dekada, thash, kompania të shtu. Tani, Artur Sheu dihet që qëndron në Miami, dhe është qytetar amerikan, i ka biznes, është hetuar nga FBI disa herë atje. S'ka gjetë gjë? I kanë bjetuar hetimeve, është hetuar nga antimafia italiane, është hetuar nga Spaku jon, është qytetar i lirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lëviz në gjithë botën përveç se Shqipëri, sepse ka përfituar shtetësinë atje si azilant politik, dhe pra vjen lëviz në gjithë botën, Shqipëri nuk ka ardhur. E ekspozoi fillimisht ai takimi i famshëm i Arubës, edhe pastaj erdhi historia. Dikush më shuan ka lidhje me Arubën këto njerëz? Me Arubën ka njerëz që kanë lidhje me Arubën, por nuk kanë lidhje me hetimin. Ata emra aty janë përveç Sheu që është përmendur publikisht. Janë të përfshirë. Tani, janë përfshirë disa. Artur Sheu është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe që të ndalosh Artur Sheu duhet të nxjerrësh një urdhër që ta zbatojnë autoritetet amerikane. Tani, llogaritë bankare prej 110 milionë eurosh. Tjetra është 10 milionë euro, dhe tjetra është 8 milionë euro, që në total shkojnë në 128 milionë euro, janë paratë 2 vëllezërve ortak siriano nga Katari, të cilët kanë dërguar 195 milionë euro në Shqipëri. U blokuan ditën e parë, u zhbllokuan ditën e dytë, sepse ato erdhën në bankë, dhe Spaku zgjodhi të ndalojë jo burimin, por përfituesit. Dhe këto para kanë qenë në llogarinë e noteres, e cila kryente veprimet për llogaritë Artur Sheu. Dhe paratë janë kapur në llogarinë e noteres. Tani, kjo është shumë rekord që ka bllokuar Spaku të një shteti shqiptar, se ata bllokojnë 195 milionë euro aty. Po për një shtet shqiptar, sekuestro është rekord. Dhe raportin tjetër që do vinë në parlament, Spaku do të jetë me fleta. 120-130 milionë euro. Pra këto janë para që Artur Sheu rezulton t'i ketë përfituar për shkak të shitjes së trollit në Zvërnec. Dhe përfitimi i trollit të Zvërnec është nga 2 burime kryesore. Trashëgimi, pra me njohje. Dhe me vendime gjyqësore. Pra, Artur Sheu nuk është i kapur, jeton, ka i vil atje, ka biznese të ligjshme, ka i vil në një nga zonat më të mira në Miami, për shiheri që fotografia e tij që përdore ishte para 30 viteve, më fund ai vendosi të dalë tek kolegu Fevziu dhe njerëzit panë fotografinë e re. Unë në Shtetet Bashkuara kam takuar shehun, mos gaboj, vizitat që kam më shumë për Gërdecin, për Zvërnecin se që dëgjuar, por nuk e di. Dhe doja të saksoj, a është Sazani, ku ai s'kishte lidhje me Sazani, pa ne në fillim na shtëm për Sazanin. Rrugës doli Zvërnec. Dhe prej aty më kishte qartë që shiko, Sazani është një gjë jashtëzakonisht e vështirë për të bërë, por shikoni Zvërnecin sepse aty është aeroporti afër. Është një zonë ekskluzive, është një zonë e shkëputur nga qyteti i Vlorës, do ketë portin e vet, molin e vet, aerodromin e vet. Pra është një zonë krejt, duke që aty po përgatitet një infrastrukturë, se kështu ka ndodhur në Shqipëri gjithmonë. Pra bëhet një infrastruktura dhe pastaj ne shohim një miliarder që shkon atje. Tani, thash Artur Sheu nuk është kapur. Artur Koçeku, e kanë zgjedhur emrin Luciano Koçeku, me sa diun ndodhet në Emiratet e Bashkuara ka kohë, që mbas konfliktit që pati tek ajo ngjarja në Green Coast, në Palas, nëse kujtoni në një lokal nate, nuk ka qenë në kërkim, por është larguar dhe ka interesa biznesi atje dhe ushtron aktivitetin e vet edhe në Emiratet e Bashkuara. Nuk e di nivelin e investimeve që ka atje, por e di që qëndron atje. Pra, ai nuk është kapur sepse ndodhet në Emiratet e Bashkuara. Në rastet të mëparshme, Spaku ka bërë, i ka pritur këta Dubai të vinë dhe sapo kanë ardhur i ka goditur. Në rastin konkret, ata kanë dhënë këtë goditje. Ky është dhe si një lajm në fakt që pra njeriu kryesor që duket sikur Spaku e ka vënë epiqendër të hetimit, përveç Artur Sheu, është Artur Koçeku. Dhe Artur Koçeku ne ka futur te kjo pjesa e pastrimit të parave, se me këtë i ka lidhur biznesmenët dhe përfshirjes së tij në narkotrafik. Por thash,
Kjo çështje është në hetim, është një gjë që ne do ta shohim. Sot jemi para këtij momenti, kemi vetëm këtë listën këtu, që mua më duket si lista e 100 tatim paguese më të mëdhenj në Shqipëri, sikur jam hyrë te drejtoria e tatim, po, sikur jam hyrë te drejtoria e tatimeve, dhe sapo kam marrë listën kompanive më të mëdha që ka personazhe që kanë shkuar kriminale aty. Po s'bëres më poshtë, është, nësa shohim këtu është vllai tjetër i Koçekut. Janë 3 me Koçeku, është Oresota, që është ndërtues po ashtu i firma Fortis Beton, që përmenda pak më parë. Njohur për lidhje me u ekspozua sepse janë të përfshirë patentave të Tahirit, ajo historia. Kompanitë e Oresotës kanë një fillesë, janë më të hershme sepse prindërit e tij janë 2 biznesmen të njohur. Madje të përfshirë edhe në media. Kanë qenë bashkë me Lus gazetës Panorama, pastaj ka patur gazetën Tirana Observer. Pra kanë qenë të përfshirë në media dhe kanë patur në media korrekte. Ka qenë nga kompanitë më të mëdha në fushën e hekurit fillimisht. Lefter Sota, mos gaboj, është babai i Oresotës dhe nëna e vet, pra kanë patur biznese me një historik të gjatë, të qëndrueshme, pastaj është futur i biri i tyre. Oresota u bë i njohur për rastin e Kurumit, kur po hynte përpara, nuk ka qenë me patentën e Tahirit në 2016, patentën e Tahirit të Jatit. Po hynte në 2017 që kjo. Po hynte në Kurum, që kishte 800.000 euro me vete, të cilat në fakt arritën me vendim gjyqësor provonin që janë paratë e kompanisë dhe me qenë se bashkëpunojnë në fushën e hekurit, kompania e Tjatit vetë, po çonte një pagesë për bënte Kurumit. Gjithsesi, aty doli emri i tij. E ekspozoi pastaj pjesa me Ergyes Agasin dhe sidomos Ecos Resort dhe investimi dhe blerja që kanë bërë aty. Është një mesadiun, ka disa nga leje shumë të rëndësishme aktualisht në zbatim në kryeqytet për kulla shumë të lartë, të cilat janë paguar, pra ato janë kulla me arkitekt shumë të njohur në Europë që janë sjellë nga kryeministri. Pra leja është dhënë, ta janë vërtet përfituesit, po leja është dhënë nga po le thua që mund të goditur kryeministri aty. Shqiptarët të gjithë shtatë thashë lista janë 100 tatim paguese më të mëdhenj janë aty. Pra s'pa ka goditur edhe Rama, njerëz të Ramës. Nuk ka goditur Ramën, vendimet njerëz të Ramës, po. Ne nuk votojmë për biznesmenët. Jo, patjetër, ne vetëm ne votojmë për politikanët. Ata që qeverisin vendin. Tani, ku e ka marrë lejen ai? Se s'ka shku me mendë veta ose me kobure. Jo, ai ka plotësuar dokumentacionin, madje në disa raste që di unë, kur këta shkojnë për një godin 30 kaçe, kryeministri i thotë futej 10 kaçe të tjera. Bëhet 40. Bëhet më të madhe. Kjo është ideja, që t'jetë volum investimi. Po të ndërtosh shkolla kaq të mëdha. Është shumë e vështirë, nuk është e lehtë. Dhe kostoja që ata kanë, sidomos në fazën paraprake, që ti do paguash atë arkitektin ndërkombëtar. Dhe ajo taksa që bëhet në fillim e infrastrukturës, që shkon deri në 11%. Nëse ti pra do bësh një kull që shkon 100 milion euro, ti duhet e paguash pa ngullur lopatën e parë, aty duhet paguash 11 milion euro. Pse sa është 11% është? Ka shumë 11%. Dhe ti pa ngullur lopatën e parë duhet të ketë, dhe sot është e vështirë ti kesh to, nëse ti nuk bashkëpunon me bankat. Sepse dikush është puna e këtyre kullave, nëse do shkojnë te kulla ata, i bie të bllokojnë bankat. Aty do ngelen, aty do shohim ne bankat në nivelit 2, ato janë investitorë, se s'ka njëri kesh lëvizim sa s'ka që të mëdha. Madje dhe ato që vinë nga narkotrafiku kanalizohen në linja të tilla për të shërbyer, se kanë kapur lekët me në një magazin atje. Jo, ato janë kapur në bank. Janë lekë që kanë ardhur në formë legale në Shqipëri. Pra, se si ka ndodhur pastaj pjesa tjetër, kjo më të çoj. Te lista edhe Shtufi me sa diu nuk është ndaluar, Oresota me sa diu është ndaluar, Shtufi nuk është ndaluar. Unë di që ka qenë jashtë shtetit kohët e fundit, pak nga verifikimet që kanë bërë sot. Pastaj shikoj Ergyes Birçaj, që po ashtu është një kompani shumë e njohur në kryeqytet. Shikoj djemt e Mirigjikës. Djemt? Po. Djemt e Mirigjikës. Janë ata dy me emër Rama aty. Janë djemt e Mirigjikës? Po, se ka shku nga botrori. Po, jo, Mirigjikës u vra kur ishte ndeshje kombëtare. Shqipëri-Rusi. Rusi, po, në Shkodër. Në Shkodër, pra, në ndeshjen e mos gaboj 2003 që ka qenë për Europianin. Dhe është vrar babai tyre. Po babai tyre ka qenë pronar në atë kohë i një trolli shumë të rëndësishëm. Një larg nga këtu. Është një objekt më rëndësishëm në këtë zonë që jemi ne këtu. Po se ka qenë, nuk ka qenë vetëm aty, ka qenë disa. Por ti pyete, a ka njerëz të tjerë që kanë qenë në Aruba?
që janë të kjo lista. Këta kanë qenë. A i Rama që thuhet atje, një nga çuna dhe Miri Gjikës, që ka qenë Aruba. Nuk ka qenë Edi Rama në Aruba. Se s'ka nevojë Edi Rama, ne kemi parë me ata të Sinaloa, si pritin kryeministrie. Pra në qoftë se Edi Rama do të takon të Artur Shehu, mund të takon të New Jersey, në New York ose Miami. Stevën shkonte në Aruba, bie shumë të sy në Aruba. Takimi në Aruba është bërë sepse disa nga personat që kanë ardhur në Aruba dhe që donin të investonin dhe ata në Zvërnec, donin ndërtonin një hotel, mos gaboj diku te 40 milionë euro, nuk mund të shkelin dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.